Shpresat për një marrëveshje paqeje që do të sillte fundin e luftës në Ukrainë po zbehen. Me një deklaratë të qartë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka pranuar se megjithse Rusia dhe Ukraina janë më afër në qëndrime, ato ende mbeten larg njëra tjetrës. Mendoj se e dim se ku ndodhet Ukraina dhe e dim se ku ndodhet Rusia tani. Ata janë më afër, por ende larg njëri tjetrit. Në një intervistë për të njëjtin rrjet, edhe zëvendës presidenti amerikan J. Vance ka ndarë një panoramë të zymt të situatës në teren. Sipas tij, nuk ka shenja se konflikti do të marrë fund së shpejti pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare. Lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë tani shpejt. Tani u takon rusëve dhe ukrainasve, pasi secila pali një kushtet e tjetrës për paqe. U takon atyre të arrijnë një marrëveshje dhe ta ndalin këtë konflikt jashtëzakonisht brutal. Pavarësisht skepticizmit, presidenti Donald Trump, i cili nisi mandatin e dytë në janar, e ka kthyer çështjen e Ukrainës në një ndër prioritetet e tij të politikës së jashtme. Ai ka propozuar një armëpushim të menjëhershëm dhe i ka bërë thirrje Moskës të ndalojë sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Rubio nga ana e tij nënvizoi se nëse nuk ka përparim real në tryezën e bisedimeve do t'i takojë presidenti Trump të vendosë se sa kohë do t'i kushtojë më tej këtij procesi. Zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë se negociatat kanë hyrë në një fazë kritike dhe se Washingtoni mund të rishërtojë rolin e tij ndërmjetësues nëse palët në konflikt nuk tregojnë vullnet real për paqe.